çdo situatë kalohet kur kuptohet mirë dhe lexohet mirë, si në rastin konkret për kursin e këmbimit nga Banka e Shqipërisë dhe qeveria në vetvete, e cila duhet të krijojë amortizator fiskale, duke krijojë incentivime për të amortizuar së të pak këto humbje, kur ne shohim që këto gjëra nuk po ndodhin. Po shohim nga krahu tjetër që ka fabrika që tashmë po mbyllen për ditë dhe po flasim, siç edhe ju thash, personat më rurale të Shqipërisë që nuk kanë një zhvillim tjetër ekonomik. Besoj që situata do vazhdojë të jetë akoma më rënduar, do vazhdojë të jetë akoma më kritike dhe ajo çfarë ka humbur tashmë është shpresa që qeveria në radhë parë, po dhe Banka e Shqipërisë do mund të bëjnë ose janë të gatshme ose kanë dëshirën politike dhe fuqinë për të bërë, të themi, të mundur një farë mënyre këtë kthim mbrapsht të kursit të këmbimit, ajo çfarë pritet dhe shpresojmë mos të ndodhë, është pikërisht që ky kurs këmbimit do shkojë akoma më poshtë. Dhe kjo do të ishte akoma më drastike, jo vetëm për eksportuesin shqiptar, por për ekonominë shqiptare në tërësi, dhe mos harrojmë edhe për prodhuesin shqiptar, i cili shet në tregun tonë, në tregun e brendshëm, e cili tashmë edhe ai po humbet konkurrueshmërinë dhe janë prodhimet e importit, të cilat po tregojnë më të forta, po më agresive kundrejt tregut të